A shqiptar që i ka Mustafa, e din se demokracionit në të kalon. Ato se të kanë qitur shqiptar të politë tu për të gjakos popullin të ardat. Se demokracionit në të kalon dhe shqiptar të automatikisht të jetë burgosur. Për atë arsye që të kanë qitur 20.000 politë shqiptar të me në gjakos. Të ardat. Qërë që se policia shqiptare nuk kalonën në popullit se gjithmonë për që shetë madhore ka qenë në anën e popullit. Por
Kjo është e dëshmuar mo. Nuk kemi nevoj për fjalamani. Kemi nevoj që kishti juj të jeti fuqishëm, të jeti përgjegjshëm dhe t'jeni tosh. Pra, ju lutem, askush nuk na marrë diçka me dhunë. Kurse me vullnetin ton do t'i themi jo. I lutem bashkësinë ndërkombëtare, miqët tonë të çmuar, që të na lejojnë të duam vendin ton ashtu si që duan ata vendin e tyre. Dhe vetëm këtë mënyrë ne do të jemi sovran dhe të jeni tetshëm. Prandaj deputet, keni kujdes, sepse do të mallkoheni për jetë e mos. Kurse asnjë zez nuk do t'ju gjejnë nëse nuk votoni. Kurse po qëse votoni, do t'ju njeh një hije zez, hija e makabrit, e urrejtjes, e përçmimit. Prandaj, ju lutem jeni aty për sovranitet republikës, qëndroni aty dhe mos votoni kurse si. Ju falënderit. Një qeveri e përgjegjshme dhe një kuvend i përgjegjshëm në kohë të vështira merr vendime të duhura. Ne si qytetarë të Republikës sot jemi këtu në përkraje të deputetëve që sot të marrin një vendim të duhur. Vendimi i duhur është që marrëveshja nuk kalon. Mos u bazoni në numrin e qytetarëve që sot janë këtu në shesh,
sepse anë e kënd Kosovës qytetarët janë të pakënaqur dhe nuk janë të bindur që është bërë marrëveshje dur për demarkacion me malin e Zi. Demarkacioni do të kryhet. Mali i Zi është një shtet miqësor dhe fqin. E deputetit, prandaj i lus kolegët që janë të ullur në banka të jenë në nivel të përgjithësisht shtetërore, që sot e mbajnë bisute. Ata e kanë votën e qytetarëve të sovranit që të në momente të vështira të marrin vendime të duhura. Ne jemi me ju deputet, ju sot mos u friksoni të merrni një vendim të dur, sepse prapa i keni qytetarët. Vendimi i dur që marrëveshja sot nuk ka lënë. Marrëveshja do të bëhet ashtu siç duhet, duke u dy shtetet, duke marrë vendimin aty ku duhet, aty ku është kufiri, dhe ne të gjithë e dim ku është kufiri, sepse jetojmë këtu me shekuj. Dhe nuk mundet na tregoj askush, as nga jashtë, as nga brenda, ku është kufiri. Kështu që ju falenderoj për përkraje dhe i përshëndes gjithë ata që përcjellin përmes ekraneve, ndoshta që ju ndiku ulur në një kafene, por e di që ju me neve, me zemër dhe me mendje këtu. Faleminderit. Kryetor Derum, terrori qeveritor po vazhdon. Lere që kanë sjellë krejt policinë e Kosovës sot në Prishtinë, unë po dëgjoj këto që edhe njësitet kufitore policisë i kanë prunë në Prishtinë. Njësitet kufitore, nuk jo për me rujtë kufinin, nuk jo për me rujtë kuvendin. Tash duke rujtë kuvend, e që restuar të një ka kodaj, për jupi, dhe këto po fillon qata dhe i qeveria me terrorin e vetë policor, që po tonë me dhunë ashtë të rezistense. Falsimisht këtu po provokomi nga polici nuk e nga shqirë në ndroshë. Unë edhe ta për përgjën e komandantit. Mos i detyro policët me usy ka protestusit. Sheshi është joni, mos i shtojnë i protestusit. Ky vend është ku ne mund protestojmë. Nuk e di që kërkoni ju këtu. Alo, asë një përgjigje nuk e morëm. Po i tutën Broja! Ka to me orë të në gjysh. Tu ju hejnau, në kështë hongë e pita të pësia është atje. Atje është e pësia, e jënë zyre, me poviza me lafë, ka pëtëni. Atje du të tërë me komi shkjene e me këtë dhunë. Po më rëzë, se ka më dhunë. Jo me këta s'kanë fajtë, me këta, unë me këta shumë punë, ka shëshysh jetë. Ja, me këta unë asë më qërë. Ta e këjnë punë e vetë, ja. Edhe nësë kemi dhejta me një asë të kanë dhejtjeve, rrimë që duhet me dhejtë dhe vetë, ta për vetë. Nuk donë me në provoku, me në ndonë, se ishin da. Ja, me në provoku, ka nuk ta provoku. Hani. Me mojtë reni që të jo me në ndonë, u dhe ndonë. Ja. Duhet një utje të dhejtë. Nuk kojnë një arshimit e E vetë aki tension, për nuk ka tension këtu, hajtë. Ja dhe unë që s'kom po askur së të fa. Ja qitë. Pobra me ka me minimum t'i kur që atje. Se ka ero që du. Lume pak. Nish pak. 5 metre ka.
Asë një shqiptarët që ka maru asini, asë ka të gjithë. Asë sa më sotë. Aslavit vetë juaj sa më sotë. Po, edhe shkon për ullit para mështile, para qikotve. Shkon para të shmuarve, dhe i kanë për jetën e kanë të sakë për sotë. Da e shkëri shkavit. Roja shkovit, tak shkovit, tak...
Ai vedem duas. Depois, vê se mesmo duas. Ligger med på, det kan ikke få nivå diploma, det kan få dit. Alt som får nivå, det kan med en saldoen, få nivå. Og kniviga som har på. Stor, kadar. Stor.
Jam që du në turmë. Sta pak me tjere të shikora të jeshtë këtë në frësë në kanal. Ta marë konë për përët.
më shku me i qaro. Për me marrë qetë, në po. Ja, jag kom till det blir lite där. Jemand ikon. A mu ma shumë jo, na dojë mërë mu. Ja morë është aja? Po ka morë. A ke po dorë, po që më morë që... A zini ka thonë, a ju s'ke doni. Jo, këtë dushë në mërë, unë ka zdoja që... A kemi në ta... Ta ma prunë në krejtë. Thank you.
Haklıdır. Nane shisha ujtë Nane grupa një shisha Ndërë shumë Adhe një tasë qëtë Hajde pa ndërë I po një Mos Shisha të një shorë kështë
Vete që televizor një da, qëtë nëse je. Rrugoven, pisat e botës, hajna jena pa. Shumë thonë për ta, pa da i nuk o thonë për ta. Šta si veta? Samia tamam hedefi. Ha?
në meqë, unë ishe ta unë ekonomi si pas ta unë Viro, che era studio ora. Era vestito da magari. Jo, kismeti zotit, në emër të Allahut, jo më nga të kalon vjetër. Të t'jena tokë me falë. Ashtu dhe i të të shkokat e veta. Jo të t'ju jep shire në manazese, jo shqiptarë, shire tokat e shqiptarë. Se të shkon, jam arruni fukarosa, simpatje dhe ka të vëseli një shpi. Shkavit shkon një marani dhe traktori jep. Që t'ja jep edhe grujen. Edhe grujen jep. Fukarote shkreti lënë të ty. E unë një në Kosovë me familje, veteranve, invalidve. Shkon një marani. Shkavit.
Nderuar kabinet qeveritar, po I fillojmë punimet e seancës plenare të Kuvendit të Republikës Kosovës sipas rendit ditës të përgatitur nga Kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 10 gusht 2016. Para se të fillojmë me rendin e ditës, ju njoftoj për zëvendësimin e deputetës nga radha e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Smajl veç të krym që të punën e deputetit, e tani se kemi një deputet që duhet me marë bekimin e juji. Me kërkesë të kryetarit Kuvendit e me vendim të presidentit të Republikës së Kosovës është bërë zëvendësimi I deputetës në Kuvendin e Republikës së Kosovës zonjes Kimete Bytyqi, kandidate e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës LDK, zëvendëson ish deputetën zonjen Alma Lama. Betimi I deputetit është një veprim I parapar me kushtetut dhe me rregullore të Kuvendit. Tekstin e deklaratës së betimit e ka deputetja para vetit dhe e njëjta duhet ta nënshkruaj personalisht. Për të përmbushur këtë detyrim, lus deputetën që të ngritet në këmbë, ta dëgjoj tekstin që do ta lexoj unë dhe vetëm në fund të shqiptoj fjalën betohem. Unë, deputeti I Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me ndere me përkushtim, do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dignitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriu në përputhje me ligjet e vendit dhe me standardet evropiane. Betohem. Betohem. Urime zonja deputete, dëshirojmë se ardhja dhe të ftoj ta nënshkruash tekstin e deklaratës së betimit. Vazhdojmë me pikën e parë rendit ditës. Smajl Kurteshi, deputet I Lëvizjes Vetëvendosje ka kërkuar fjalën. Zotëri kryetar, edhe ju zotëri sekretari Kuvendit Kosovës, bazuar në rregullorën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, kreu I 11.37 sesion në pikën 2 thuhet: sesioni vjeshtor I punimeve të Kuvendit të Kosovës fillon në të hënën e 2 të shtatorit. Sot nuk jemi as në të hënën e parë, pra do duhej seanca e parë me u thirr vetëm mas 12 shtatorit. Çdo seancë e thirrur para 12 shtatorit është në kundërshtim me këtë rregullore që ne e kemi aprovuar, që e ka fuqinë e ligjit, dhe ju po veproni në kundërshtim me ligjin, kështu që grupi parlamentar I Vetëvendosjes kërkon që kjo seancë të ndërpritet me njëherë dhe seancën ta thirrni pas të hënës së 2 të shtatorit. Ju falemnderit. Nderuari deputet, falenderoj shumë. Ende se kemi përfunduar seancën pranverore fare, kështu që jena ato ndihmërore në drejt për drejt. Kështu jena brenda rregullores. Ja, po punojna në mënyrë dinjitoze. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës është e kufizuar deri në 30 minuta. Diskutimi në emër të grupit parlamentar zgjat deri në 5 minuta, ndërsa diskutimi I deputetit zgjat deri në 3 minuta. Diskutimi në emër të grupit parlamentar zgjat deri në 5 minuta, do të thotë I deputetit 3 minuta. Deputetët e paraqitur për diskutim duhet të deklarohen se në çfarë cilësie kërkojnë fjalën. Këtë para meje I kam 3 deputet që të kanë kërku fjalën. Do të shkojmë bazë radhës për hir edhe korreksisë se tani po thojmë pjapi më herët më vuhën. Margarita Kadriu është e para. Kjo flet në emër pa grupit.
Kujtim Paqaku, a flet në emër të grupit, e tregon, edhe Besa Gaxhiri vetë, po. Atëherë, urdhëros zonja Kadriu, e keni fjalën si deputete. Faleminderit, nderuar deputet, nderuar kabinet qeveritar. Përderisa klasa politike kosovare janë duke u marrë me njëri tjetrin dhe vetën, shteti i Kosovës po përballet me gjykatën e arbitrazhit edhe me padin e radhës. Para më shumë se një muaj e morëm lajmin për vendimin e gjykatës të Odës ndërkombëtare ekonomike në Paris kundër Republikës së Kosovës, pasi shtypshkronja shtetërore austrisë kishte ngritur padi për skandalin e pasaportave. Dhe shteti i Kosovës detyruat të paguaj rreth 5 milion euro në xhirollogarin e shtypshkronjës austriake. Por lajmet e këqija për qytetarët dhe shtetin e Kosovës nuk përfundojnë me kaq. Mediat kanë raportuar se shoqëria e shumë përfolur Devolli përmes arbitrazhit përkërkojnë që t'ja marrë shtetit të Kosovës hiç më pak se edhe 50 milion euro të tjera shtesë, përgjoja në emër të 100.000 numrave shtesë që nuk ja paska dhënë Telekomi i Kosovës. Mirë po, qershia në thonjza mbi tort vjen sërish me skandalet në Post Telekomin e Kosovës. Në një artikull para disa ditësh kemi pasur rastin të lexojmë në një gazetë gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, se Axos Capital ka paditur shtetin e Kosovës para gjyqtarëve të arbitrazhit në Washington. Axos Capital, të nderuar, kërkon nga Kosova hiç më pak se 390 milion euro. Po e përsëris 390 milion euro. Pra, po rrezikojmë të humbim edhe 400 milion euro për një proces të përcjell me dyshime, akuza e plot prapaskena. Çka tash, nëse Kosova e humb kontestin, si në rastin e tenderit me pasaporta, dhe detyrohet paguaj edhe 390 milion euro të tjera, një shumë sa 1/4 e buxhetit. Një gjë e tillë për Republikën tonë të Brisht do të ishte një goditje dhe tronditje e tmerrshme financiare. Dikush duhet t'ja përgjegjësi, dhe jo vetëm thjesht përgjegjësi politike, por juridike dhe penale, qoftë ata të nivelit më të lartë e deri te zyrtari më i thjeshtë i fajshëm. Si gjithnjë, është taksapaguesi kosovaraj që e paguan faturën e çdo dështimi, ndonse do duhet të kishim një llogaridhënie të zyrtarëve përgjegjës pas një hetimi serioz të prokurorisë së shtetit. Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj janë lodhur nga dëmet që u asjellin zyrtarët e shtetit dhe populli nuk mund të paguajë deri në pakufi nga paratë veta hiç më pak se tash edhe 450 milion euro në arbitrazhe gjyqësore ndërkombëtare, edhe atë për shkak të korrupsionit të zyrtarëve të lartë të shtetit dhe krimit të organizuar të instaluar në institucione. Pyetja që vazhdon të mbetet pa përgjigje është se deri kur qeveria e Kosovës do të heshtë për gjitha këto e shumë të tjera goditje dhe dëme të kundërligjshme që janë shkaktuar shtetit dhe qytetarëve duke mos marrë as edhe të vetmën mas si një veprim të parë të llogaridhënies së zyrtarëve të lartë të shtetit. Njëkohësisht, pyetja tjetër i takon prokurorisë. Regjia, mos ja unal fjalën, vetëm edhe kolegë deputat veç mos e zgjatni shumë. Kërkoj falje, po. Njëkohësisht, po e përfundoj me një fjali i nderuar kryetar, shtrohet edhe pyetja se përse vazhdon të mos veproj prokuroria e shtetit ex officio për të hetuar seriozisht të gjithë të korruptuarit e lidhur me lastet e lartë përmendura që i përmenda deri më tani dhe jo vetëm në kërkim për të zbardhur veprat e konzumuara penale dhe të akuzuarit eventual të përballen me drejtësinë. Faleminderit. Faleminderit. Zotri Paqaku, fjala o për ju. Kujtim Paqaku, deputeti grupit parlamentar 6+. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, i nderuar i kryetar, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuara media. Unë para jush që qëndroj jam me emën e mbi emën Kujtim Paqaku përkas komunitetit rom. Jam antar i kryesisë së Kongresit Botnor të Romëve, po ashtu shkrimtar i komunitetit rom e jo shkrimtar i komunitetit Magjup, as jo shkrimtar i komunitetit Gabel.
Këto dy thënie, i kemi dëgjuar këto ditë në insajderin e famshëm, ku miku im i nderuar, shumë i respektuar, zotri Grabovci, edhe zonja e nderuar deputete Safete Hadrxhonaj, përbuzin komunitetin rom me fjalët gabel dhe maxhup. Ky është diskriminim klasik që ndodh në shtëpinë numër 1 të shtetit të Kosovës. I nderuar kryetar, unë nuk kam fuqi juridike të ngres procedura, sepse i kam në shpirt, sidomos deputetin Grabovci më kanë ndihmuar shumë. Kam respekt për zonjën Safeta Hadrxhonaj. Unë nuk largohem nga kjo foltore tani, të shoh dikush prej shqiptarëve, kolegëve të mi, SPAK-u, kryetar, pres edhe ndihmën e juaj, që SPAK-u të kërkoni një falje njerëzore, sepse keni bërë atak ndaj fëmijëve në shkollë, kanë bërë atak ndaj të smuarve në spital, atak ndaj studentëve dhe ndaj popullatës 15 milionëshe në Europë. Pres prej jush, dikush një deputet shqiptar, apo vetë kryetari, të kërkon falje. Unë do të qëndroj këtu. Zotri Paqaku, Zotri Paqaku, si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, kërkoj falje publikisht komunitetit të Rom për çdo lëndim, tillë cili ka mujt me ndodh një komunitet jashtëzakonisht lojal i Republikës Kosovës dhe ndi veten pa shtetëfyer. Kërkoj falje. Zotri Grabovci urdhra masi ka përmendur fjalën. Zoti Paqaku, u drejtohem juve edhe gjithë të tjerët të cilët janë objekt të një bisede që po e them me përgjegjësi plot. Personalisht, unë dhe familja ime jemi të kalu qaste tepër të vështira, të terrorit, që vlerësoj të falenderoj shumë respektin që tregove, po po ta them ty dhe gjithë të tjerëve, se gjithë angazhimet e mia kanë qenë shumë të sinqerta. Do të vazhdoj të jem shumë i sinqert me ju dhe me të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të ju jap ndihmë dhe përkrahje, sa herë që kërkoni nga unë si një bashk shtetas i juaj, një vëlla, një mik i juaj, dhe po u them sinqerisht, nuk e besoj që ju i keni përjetu dhe po i përjetoni maron se sa unë dhe familja ime dhe gjithë miqtë dhe dashamirët e mi, këto fyrje të cilat janë duke mu bërë gjatë këtyre ditëve. Unë u kërkoj edhe një herë, sinqerisht, falje nga zemra dhe shpirti i im dhe shpreh keqardhje për këta që po ndodh dhe nuk e besoj që në një shtet të Evropës mund të ndodh që për një muaj rresht të terrorizohet një njeri, një familje dhe një popull i tërë për shkak të bisedave private. Unë e pranoj se në momente të caktuara dhe urnoni këqyrni të gjitha, askun kom bo përpjekje mos ta fyja s'kan, po momentet e dobësis jemi njerëz të gjithë dhe mund të kemi momentet të dobësis. Nuk du të arsyetoj. U kërkoj falje të gjithëve sinqerisht, ata të cilët e ndin veten të fyr nga ato biseda telefonike. Ndërsa pjesën tjetër, unë ja kom lënë drejtësisë, sepse besoj në shtet, besoj në institucionet e vendit tim dhe besoj se do të marrin masat
edhe ndaj meje nëse vërtet mëritoj dhe kom kërku njërën më të sinqert, jo vetëm nga ju, jo vetëm për ato biseda telefonike, po tër jetën time nëse dikush konstaton se unë kom dëmtu interesin e vendit tim, të popullit tim, me një veprim të vetëm, urnoni, dënëmconi tek organet e drejtësisë. Ju falënderit. Sonja Gaxhiri e ka fjallën. Qabi jep zërë Skenderbeg, mere fjallën si burë. Dëgja, mos jep zërë, mos i qëtë sytë, kërkuj s'po tutët, qëtë qovë, se që ti që ti anglisht të mërresh, Besa Gaxhiri e ka fjallën. Të ndëruar kolegë deputet, kabinet qeveritar, Zoti Paqaku, unë në këtë rast solidarizohem me ju dhe në këtë rast kërkoj nga prokuria që vërtet të merret në këtë aferë që këto ditë gjithëve në ka shqetësu dhe ne në kuvend merremi me punë cilat vërtet po na presin çdo ditë. Unë sot natyrisht dola këtu para jush për të thënë disa fjalë lidhje me situatën politike edhe sigurisht në vend. Pa me dyshje, situata është e tensionuar. Por që në fillim, po du me i përgëzu policinë e Kosovës. Policia Kosovës të gjithë dëshmoj të është profesionale dhe korekte në përgjësit e saja. Puna, përkushtimi, përgjësia, profesionalizmi, korekcia e policisë Kosovës në japë shpresë në këtë ditë shumë vështira në argumenton se Kosova është shtet demokratik dhe po jetë drejt rrugës së vështirë për të duhur. Këto ditë kemi pasur momente të cilat kanë qenë pa imagjinueshme, se mund të ndodhin nga shqiptarët. Ditë më parë në kuvendin e Kosovës kemi aprovu një rezolut të gjithë së bashku dhe kemi dënuar sulmet terroriste në institucionet e vendit. Unë sinqerisht kom besu se nuk ka parti politike shqiptare që qëndron pas këtyre sulmeve. Nuk dua të fus sot ose të flas në këtë pikë për arrestimin e aktivistëve dhe vendosës dhe të merret drejtësia me ta. Dua të flas për rastin e vitit kaluar, kur policia e Kosovës bastiti Selin e vendosës dhe gjeti maska, molotov, bombola gazi dhe armë tjera të ftofta. Kjo është e papranueshme. Kjo nuk mund të quhet asesi më parti politike demokratike. Prokuria nuk e di ku është me çështjen, por unë sot po kërkoj nga ju dhe qeveria që urgjentisht duhet ta shohim se Kosova duhet ta sjellë në kuvend ligjin për partitë politike dhe të definohet qartë kufiri mes partive politike demokratike dhe